Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 13, data 13 prill 2026, duket se kemi një ditë shumë të ngjeshur, një ditë me ndryshime, një ditë me mundësira, rëndësi në kohë dhe në çështje pune. Por çfarë ndodh? Kjo ditë është ditë e veçantë. Është ditë e veçantë për 1000 arsye. 1000 arsye sepse fillimi i ditës së hënë me punën, karierën, ndryshime, por aktivitete planetare që ndikojnë dhe na jep mundësinë që ne vetë të shikojmë çfarë do të bëjmë. Por çfarë vallë ka? Atëherë kemi të bëjmë me Marsin që formon një gjashtkëndësh me Neptunin në dash. Ky është një kënd që rrit ndikimin, pozitivitetin, rëndësinë dhe jo vetëm. Në mendimet tona, ato që duhet bëjmë mirë është që të jemi të kujdesshëm, sepse jemi shumë të fokusuar në punë të rëndësishme dhe lejojmë ndikime negative nga persona të tretë dhe kjo na prish ekuilibrin tonë dhe marrim informacione të gabuara. Duhet pasur shumë kujdes në këtë ditë. Paraditja e ka një gjë të tillë. Por gjithashtu, mundësitë që kanë të bëjnë, por vëmendje do të kenë shenjat impulsive, shenjës së dashit, gaforja, peshorja, britsapi, ose ata që kanë planeta në këto shenja. Nga ora 9 deri në orën 12 është një periudhë që kërkon vëmendje, një kohë që është ajo çka neve themi kur kemi të bëjmë me ndryshimet që lidhen me punën ose me gjëra të tjera, duhet pasur kujdes. Mbas orës 1, këtu fillojnë gjërat të ndryshojnë, sepse kemi një gjashtkëndësh që bën Afrodita në lidhje me ndikimin që formohet në shenjën e Demit, me Jupiterin në Gafore. Ky gjashtkëndësh na jep mjaft ndikime optimizëm, na jep punë, na jep karrierë, na jep ndryshime, na jep mundësira të arta dhe janë shumë të rëndësishme, sidomos shenjat e tokës dhe të ujit, ku favorizohen jashtëmase. Shenjat e tokës, siç janë shenjës së Demit, shenjës së Virgjëreshës dhe ku tjetër peshqit, ka një mundësi nga ora 1 e tutje do shikoni, do më kujtoni. Edhe e mëngjesit me të drekës do ketë një ndikim shumë të madh. Prandaj gjërat lini për në drekë. Mbas orës 1, nëse është e mundur, nëse nuk është e mundur dhe është urgjente, është e domosdoshme, atëherë shikojeni të paktën 90, nuk e di, nëse është e mundur. Por unë kam drejt ju them sepse jeni ju që më ndiqni në çdo dritare dhe unë dua që t'ju jap informacion sa më të qartë, sa më të saktë për atë çka doni juve të dini. Kemi gjithashtu të shenjës ajrit dhe mundësitë, sepse shenjat e tokës dhe të ujit kanë mundësinë dhe kohën e duhur për sa i përket ndryshimeve dhe vendimeve që mund të marrim, duket se gaforja, akrepit dhe ndikimit e peshqive ka një mundësi mjaft të mirë në lidhje me çështjet ekonomike financiare, lidhje me disa ndryshime që do të kemi tani tutje, por gjithsesi kjo periudhë është periudha mjaft pozitive edhe peshori edhe diçit të dytë ku është shenjë ajri, ndikohet jashtëmase. Por para se të fillojmë parashikimin e dy mesëve zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz, shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson, për gjithçka juve doni dhe dëshironi. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni një mesazh tek pyetje përgjigje. Dhe aty jemi çdo të mërkur në orën 8. Dhe duke parë dhe për sa i përket këtij shërbimi, juve ndiqni ato hapa, dhe ka i butoni shkon atje, dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Tani, pa humbur kohë. Fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Por ju të kësaj shenje duket se sado që gjërat janë vështërsi për një mundësi apo për një tjetër, është koha juaj, është momenti që juve të nisni diçka. Kjo ditë është ditë shumë e ngarkuar, me angazhime të shumta. Ka të bëjnë me çështje pune, çështje karriere, për ju që jeni në diasporë, sepse në Shqipërinë tonë të dashur janë pushime institucione dhe kafe pa sheqer pihet, dhe është dhe diçka shumë pozitive. Por për ju që jeni në diasporë dhe mundësitë që jepen në kohën e duhur, keni ndikime, aplikime, mundësi, rregullime, janë gjitha këto që ju ndihmojnë në fusha të ndryshme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem dhe Akrep të diçit tret është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë shenja e Demit.
Këtu është ajo që unë thash në fillim, shenjat e tokës, ku keni të bëni me një takim pune, një punë të re, që juve e merrni. Keni dhe mundësinë, keni dhe kohën për të zgjidhur problematika të ndryshme. Edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur gjëra që kanë qenë të vështira për një moment, kanë qenë koha, ka qenë momenti dhe mundësia, tani për tani është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive për të zgjidhur çështje problematike. Nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar. Një nga mundësitë, koha që është perfektja, është tani. Edhe pse i keni gjëra të vështira, gjëra që nuk zgjidhen për një mënyrë apo për tjetrën, keni pasur çështje të mëdha financiare, biznesi, karriere, ku di unë, gjëra të natyre. Por vjen momenti dhe koha tani për bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me anën ekonomike dhe financiare. Disa mundësi të arta, disa gjëra që nuk kanë qenë të zgjidhshme për arsye kohe pune. Vjen momenti tani që çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet fal suksesit, fal punës, fal gjërave të mëdha që keni. Të gjitha këto ju ndihmojnë dhe ju japin mundësinë e artë për të bërë lëvizjen e duhur në gjëra të mëdha. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujor dhe me virgjëresh, përgatituni. Vijojmë tek shenja radhës, kjo do thotë shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, meqense juve jeni në kërkim të së drejtës, të së vërtetës, por disa gjëra janë pak a shumë në një disnivel, do ta thosha unë, por gjërat rregullohen, stabilizohen, arrihen në fushën e karrierës. Megjithatë, një nga mundësitë që keni, një periudhë që është ndryshe nga e shmendoni, ka qenë një farë kohe që nis, rregullon, bëtis. Këtu e keni, shikojeni pak në anën tjetër të mundësive se ndryshe flitet, ndryshe të tjerët, jo vetëm se është gëzimi i brendshëm i shpirtit, por është ajo që çka kërkoj dhe e realizoj. Edhe këtu e keni, është momenti juaj. Kurse në çështjet shpirtërore, mos më mërzisni. Le të flas dynjaja, atë punë ka. Por binjak të dashur, lidhjen që keni pasur me peshore, mos u ndani për fjalën e gojës, mos u ndani për se çfarë tha tjetri, se çfarë unë dëgjova, po kështu më erdhi, po sikur nëse mbase, këto fshini nga memoria. Sepse koha që vjen, dhe po vjen, mundësitë edhe nga njëherë e kërkojmë me qiri dhe nuk e gjejmë ato që kishim. Dhe mundohemi shumë të gjejmë, të zëvendësojmë ato që kishim. Sepse nuk ja ditëm vlerën, e tani ja ke ditë vlerën kur nuk është. Miqtë e mi, keni kujdes në këto gjëra, sepse ndikimi planetar, meqense Mërkuri bën një kënd fantastik në lidhje me Saturnin dhe me Marsin që ndodhet në shenjën e Dashit, ka një ndikim mjaft të madh. Që do qëndrojë deri nga 19 maj, që ka një ecuri dhe përshpejtim të gjërave, por gjithsesi, kujdesi kërkohet. E gjithë gjëra dhe ndryshimi është në fushë dhe ndikimin më të madh tuaj. Në çështjet që kanë të bëjnë me një ujor dhe me peshore të diçit parë është perfektja. Shkojmë tek shenja radhës. Kjo do thotë gaforja. Meqense gaforet duket se kjo periudhë është një periudhë që vërtet niset dhe bëtiset, por meqense ju keni pasur edhe disa gjëra të tjera jo të paqarta, se ju e dini se çfarë do të bëni xhanën, po në lidhje me punën ose me karrierën e keni një mundësi tani që do të shikoni çfarë do të bëni në vazhdimsi për arsye të kohës së punës suaj. Një nga momentet më kyçe të jetës suaj dhe të vazhdimsisë suaj. Është momenti më i mirë i mundshëm sepse stabilizoni punën tuaj, stabilizoni karrierën tuaj dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem dhe me Akrep, duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo do thotë luani. Periudha e luanit, meqense luanët këtë periudhë kanë pasur mjaft mirë, është gjynaf të qartë, do thosha unë, për arsye sepse puna, karriera, ndryshimet, vendimet, mundësitë që vijnë, por i keni në anën tuaj xhanëm, sepse keni edhe një moment shumë të mirë real në atë që bëni, jeni shumë realist. Është një periudhë mjaft e mirë për të ndryshuar dhe për të marrë vendime të rëndësishme në kohën tuaj dhe në mundësitë të arta që do të keni në vazhdimsi. Çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dem të diçit parë, me ujor të diçit të tretë, është perfektja, edhe pse duket e vështirë, por gjërat nganjëherë edhe të vështirat janë të mira se na mësojnë në rreziqe dhe në probleme që mund keni pasur nga shkura, nuk i bëjmë
tani e tutje. Në çështjet e dashurisë duket se keni mundësinë lidhjet me një shenjë zjarri, siç është dashje me shikitarin. Është momenti më mirë i mundshëm për juve të kësaj shenje. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Virgjëresha. Shenjat e tokës nuk e diskutojnë, nuk e vënë dyshim për këtë ditë, sepse është dita më e lodhshmja, por më e kuptueshmja. Sepse në fund të ditës, ajo lodhje ka për ta vlejtur. Mbas ditë një herë, do shikoni, ose do dani diçka e mirë, do merrni një lajm pozitiv, ose do keni një takim mjaft të rëndësishëm, një takim pune, ose takime që bën zakonisht i keni gjitha mundësitë për të zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjëra që nuk i zgjidhur më përpara, për arsye problematike të ndryshme, por është në momentin më mirë i mundshëm tani për të zgjidhur gjërat aty ku dëshironi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e 10 ditësh të parë, me shigjetarët e 10 ditësh të tretë është perfekt. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Çfarë ndodh me peshorët? Për peshorët duket se kjo periudhë është një periudhë që stabilizon ekonominë, ndryshime madhore financiare. Në lidhje me një takim pune është koha tani, është një kohë shumë e rëndësishme sepse në lidhje me punën ose me disa vendime të rëndësishme që mund të merrni, edhe pse është pak vështirë, edhe pse keni pasur çështje të pazgjidhura në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me shumë ndryshime, me ndryshime shumë të mëdha që do të keni, por janë ndryshime perfekte për punën tuaj në lidhje me anën e pozicionit të planeteve që juve ju ndihmon fati, gjëra të rëndësishme që do të keni, koha e duhur në zhvillime dhe ndryshime të mëdha. Për gjitha këto përbëjnë një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv në realitetin, në kohën reale, për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjërat që keni pasur dhe momentet e arta që vijnë drejt jush. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse një problem i vogël që keni pasur me bricjap dhe me dem është perfektja tani. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Akrep të dashur, nëse keni pasur probleme ose keni pasur gjëra që nuk janë zgjidhur për një mundësi ose për një çështje pune, për çështje karriere, që ka të bëjë shumë, por marrje vendime të rëndësishme. Ka një rëndësi të veçantë në lidhje me anën ekonomike financiare dhe me disa gjëra shumë të rëndësishme që juve i keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike. Në çështjet e dashurisë, duke se me luan dhe me dash është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për ju shigjetarë të dashur, nëse keni pasur probleme me një të kaluar, ose keni pasur probleme me punën, me karrierën, me ndryshimet të tjera që do të keni, por është një nga momentet më të mira tani. Është një nga momentet që vërtet do keni zgjidhje, do marrë zgjidhje ana ekonomike financiare, e keni pasur disa probleme shumë të mëdha, por tani i zgjidhni ashtu siç dëshironi juve. Është një kohë që vërtet është përcaktuese, një kohë që është mjaft e rëndësishme mbi takime pune, bisedime, marrje vendime të rëndësishme në anën tuaj dhe shumë gjëra të tjera ku gjërat në pozicioni planeteve juve ju ndihmon jashtëmase për të marrë zgjidhje në anën tuaj, për të marrë zgjidhje në ato çka bëni dhe çka doni të realizoni. Një nga mundësitë dhe momentet e duhura për ekonominë, për stabilizimin, veçanërisht ana e pozicionit të planeteve. E keni këtë mundësi, ju jepet kjo mundësi dhe pse jo? Gjërat do të kenë ndryshimin e vet dhe momentin e dur mbi takimet të rëndësishme që juve keni dhe doni të arrini. Në çështjet që kanë bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me virgjëresh dhe me dash, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapëve. Bricjapët, në fakt, bricjapët tani në këtë periudhë është një periudhë që vërtet luan një rol shumë të rëndësishëm mbi gjërat që doni të bëni, mbi kohën e duhur, mbi momentin e duhur, që çështjet ekonomike financiare arrin majat dhe është një moment shumë i mirë tani i zhvillimeve dhe i ndryshimeve të mëdha që kanë të bëjnë. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhen me disa probleme të vogla që keni pasur para disa kohëve, e zgjidhni. Një udhëtim. Është udhëtim fantastik, lidhet me punën, lidhet me ndryshimet të mëdha, lidhet me mundësitë e arta që vijnë dhe kohën e duhur për të arritur qëllimin tuaj dhe disa çështje të tjera që tani është koha, është momenti dhe periudha e duhur për gjëra të rëndësishme. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, prandaj keni kohën, keni momentin e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike dhe jo vetëm. Prandaj mos mu shqetësoni, sepse juve shqetësoni për gjëra të vogla, nuk shqetësoni se dakor, kjo ndodh nga ndonjëherë
duam apo s'duam ne, po periudha ka treguar të ndryshe. Është momenti, është koha juaj më e mirë e mundshme për të stabilizuar gjëra të mëdha në ekonomi dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të dedishit parë, me dem të dedishit është perfekt. Ja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot ujori. Për sa i përket ujorëve, meqense ujorët tani në këtë periudhë janë mjaft ndikuar, mjaft sepse ndryshojnë nga ana ekonomike financiare, ndryshojnë nga gjëra që ata kanë pasur në lidhje me punën aktuale, kanë pasur disa probleme të tjera financiare, ekonomike, por disa gjëra janë ndryshe nga që mendojmë ose nga gjykojmë në farë mënyre, por ndryshimi dhe gjykimi janë si sa ndryshimet më dha, përsa përket lidhjeve dhe kohës së duhur në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor të dhjetëdhjetit të tretë. Ujor të dhjetëdhjetit të tretë është perfektja, por megafore është vetjeta. Mos e harroni këtë sepse është një mundësi shumë e artë në lidhje që do të bëni. Kurse ujorët të dhjetëdhjetit të parë kanë një ndikim shumë të mirë në fushën e punës, sepse mundohen të ndryshojnë vend pune. Edhe pse nuk po ju del rroga për arsye të ndryshme, po bëjnë shumë kohë dhe mundohen shumë të arrinë në finish, por vështirësitë janë, por kjo nuk do thot problem, nuk do thot diçka që është shqetësuese, por janë gjëra që janë pozitive në anën tuaj dhe momentet e duhura për të zgjidhur problemin tuaj. Në çështjet që lidhen me në përgjithësi, bashkim familjar është më akrep të dedishit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot peshqit. Peshqidashur, nëse keni pasur probleme ose keni nisur një rrugtim të ri drejt punës suaj, drejt karrierës suaj, është koha tani, është momenti më i mirë i artë për bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi, për bërë zgjedhjen e duhur në gjërat e juaja, në pozicionimin e planeteve, ku është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Dhe kjo është kryesorja e mundësive, e rëndësisë veçantë në ekonomi, dhe jo vetëm, në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me shigjetar, kanë bëjnë me virgjëresh, është perfektja, por mos harroni se me binjak të dedishit dytë me shenjari është idealja dhe perfektja. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 13 prill 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë këtë edhe një herë, për ju që interesoni për parashkrim të detajuar, atëherë kemi këtë faqen këtu, faqja roz astrologo.al. Duke klikuar dhe më pas duke zgjedhur paketën tuaj, shkoni tek sekretariat dhe atje pastaj mund të zgjidhni paketën që keni dhënë menjen dhe dërgoni emailin dhe flasni bashkë pastaj nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për me juve dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni pastaj jeni gati për të dërguar mesazh dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Në një rrepull. Gjithë mirat.